Në ekranin e Ora News me ekipin e zjarfikses të cilët po afrohen në pjesën më të lartë të pallatit, qartazi mund të shohim dhe fasadat të cilët janë duke rënë në këto momente si pasojë e përfshirjes së të gjithë kateve në këtë kompleks pallati. Ende nuk ka informacione, por do të shkojmë dhe njëherë me kolegun Vatnikaj. Edison, nuk e di nëse më dëgjon në këto momente? Ndoshta kemi të njëjtin ndoshta për sa i përket audios, megjithatë të lutem Edison për të raportuar çfarë është duke ndodhur. Shohim që i gjithë pallati pothuajse është nën flak. Të gjitha katet. Po, në fakt të janë bane të çata. Duke se kemi një pamundësi për të dëgjuar dhe njëherë kolegun Vatnikaj, në këtë situatë të jashtëzakonshme, duhet thënë të rrezikshme për të gjithë qoftë punonjësit e zjarfikses apo qytetarët të cilët janë pranë këtij kompleksi, besoj evakuimi ka nisur me njëherë për largimin e tyre, por duket në këtë pamje të drejtë për drejta edhe vështirësia e zjarfikësve për të ndërhyrë, pasi gjithë pallati është nën flak, dhe duke pasur parasysh lartësinë e pamundur dhe për zjarfiksit për të pasur ndërhyrje më efikase dhe të shpejtë. Shohim që fasada e pallatit është e shkrumbuar duke lënë të mundur edhe hedhjen e inerteve pranë nga pjesa e lartme në këto momente.